بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر إلى الآخر الآية صدق الله العظيم وبعد. Hamdi dhe falënderimi Allahut i takon, atë e falenderojmë për ati çdo të mirë, mirësi, siguri, mbrojtje dhe dashuri kërkojmë. Selamet dhe përshëndetjet tona më sinqerta, Muhammed alayhi salatu wassalam, që adresojmë familjen e tij të pastër, nuk harrojmë shokët e tij të ngushtë, nuk i largojmë. E lutim të madhin Zot që Allahu mëshirën e tij mbi ne dhe mbi mbarë njerëzimin ta lëshon. Të nderuar vëllezër e të nderuara motra, të nderuar gjithë ju besimtarë të cilët do të na ndiqni përmes kanaleve televizive. Jemi sot këtu me ju për të ndajtur disa informacione në lidhje me ciklin e ligjëratave të muajit të bekuar të Ramazanit. Respektivisht, sot jemi këtu jo për të treguar se kush duhet ta mbajë agjërimin, por jemi sot për të treguar një version tjetër të Ramazanit, kujt Zoti në Kur'anin famëlart ja ka mundësuar që atyre që bëhet një lloj tolerance për mos ta mbajtur agjërimin e Ramazanit. Meqense në parim Allahu në Kur'anin famëlart i obligon të gjithë besimtarët që të mbajnë Ramazanin, pra të distancohen nga haja edhe pija. Në të njëjtën kohë, Allahu në Kur'anin famëlart po ashtu potencon edhe dy grupe të njerëzve, cilëve Allahu a ka mundsuar dhe ju bën një lloj tolerance në raport me agjërimin apo në raport me distancimin nga haja edhe pija. Janë dy grupe të njerëzve të cilët Allahu në Kur'anin famëlart, respektivisht në kapitullin El-Beqara, i potencon si grupe përjashtuese për të cilët Zoti bën një lloj tolerance të mos realizuar agjërimin. Allahu në Kur'anin famëlart na drejtohet dhe na thotë kështu: Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Para ditët e agjërimit që janë të caktuara, janë të numëruara. Por në rast se dikush prej jush gjatë këtij muajit, gjatë këtyre ditëve, e gjen vetveten e vet në rrugëtim, apo e gjen vetveten e vet në grupin e njerëzve të cilët po ballafaqohen me smundje të ndryshme, janë dy grupe të cilët Zoti thot në Kur'anin famëlar që ne bëjmë tolerancë dhe ata agjërimin e tyre do ta plotësojnë apo do ta bëjnë kompenzim pasi që ketë mbaruar muaji i Ramazanit dhe të kenë filluar muajt e tjerë të vitit. Dhe në raport me këtë, Allahu në Kur'anin famëlar tregon respektivisht për ne dhe për muslimanët e për besimtarët mirë kuptimin, por jo vetëm, tregon edhe tolerancën se jo të gjithë njerëzit dhe jo të gjithë njerëzit do ta kenë mundësinë për ta realizuar agjërimin. Së pari më lejoni që të tregoj arsyen dhe parimet mbi të cilat ndërtohet koncepti universal apo parimet universale të Islamit. Së pari ajo çka dua të përcjelli këtu është kjo se Zoti në raport me obligimet dhe detyrimet të cilat neve na jep, jo vetëm gjatë muajit Ramazan, por në përgjithësi, absolutisht nuk duhet të perceptohen si detyrime të cilat e vështirësojnë dhe në të njëjtën kohë janë pengesë serioze për zhvillimin e jetës tonë. Gjithmonë ajo duhet të kuptohet në të kundërtën e saj. Çdo një obligim të cilën Zoti e kërkon është në raport me ne për të na lehtësuar ose për të na përmirësuar ose për të na zhvilluar kualitetin apo cilësinë e jetës. Dhe në të njëjtën kohë në raport me këta dy lëshime, me këta dy tolerime, me këta dy mundësi që Zoti u jep këtyre dy grupeve të njerëzve, pra është një parim me të cilën Allahu në Kur'anin famëlar thotë kështu: La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dhe Allahu asnjëherë prej besimtarëve nuk kërkon gjëra të cilat nuk kanë mundësi të realizojnë. Por në të njëjtën kohë, nëse na ka erdhur Ramazani dhe agjërimi, pra që është një sfidë e llojit të vet, ku ne sfidohemi përmes hajes edhe pijes, pra duhet për 29 ditë me radhë apo 30 ditë nëse Ramazani është, ne do duhet ta sfidojmë vetveten tonë duke u distancuar nga haja edhe pija. Në të njëjtën kohë ne nuk duhet ta harrojmë një fakt që Zoti e din se para se ai të na bëjë diçka obligim, ai e din se ne kemi mundësi që të realizojmë këtë obligim. Por në parim, Allahu thot për besimtarët është bërë obligim agjërimi. Po ja që na bën
vaki, që kemi grupe të ndryshme të njerëzve, të cilët Allahu në Kur'anin famullar i ka potencuar, siç janë udhëtarët apo siç janë të sëmurët. Zoti në këto dy raste bën tolerancë dhe tregon një lloj mirëkuptimi. Për shkak se ashtu siç na ka mësuar edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam, yassiru wala tu'assiru, pra ju gjithmonë lehtësoni dhe mos vështirësoni. Edhe Zoti është shumë interesuar në raport me ne që gjithmonë të na ofrojë opsionin i cili është më i lehtë për ne e jo ai i cili është më i vështirë. Dhe nga ky parim Zoti na ofron neve mundësinë për dy grupe të ndryshme, pra siç janë udhëtarët apo musafirët dhe të sëmurët, që Zoti për këta dy grupe bën tolerancë në raport me agjerimin. Çka konsiderohet dhe kush konsiderohet udhëtar? Udhëtari gjithmonë konsiderohet njeriu i cili të paktën duhet të bëjë një 81 kilometër udhëtim. Pra në rast se këtë distancë e arrin prej këtij momentit, besimtarit i lejohet që agjerimin e tij mos ta mbajë apo mos ta realizojë. Në të njëjtën kohë, të sëmurët, ata të cilët Zoti i përmendën në Kur'anin famullar, në rast se ju jeni prej sëmurëve, pra ne ve Allahu na mundëson një mundësi, na jep një rast që ne atë ditët në të cilët jemi të sëmurët mos ta mbajmë agjerimin dhe atë ta kompenzojmë dhe ta bëjmë si kompromis pas muajit të bekuar të Ramazanit. Të sëmurët janë dy kategori, pra janë kategoria të sëmurëve me sëmundje kronike, pra afatgjate, sëmundje e cila nuk përfundon as pas Ramazanit, dhe kemi kategorinë e njerëzve me sëmundje afatshkurte, të cilat mund të jetë vetëm në brendit të muajit të bekuar të Ramazanit. Ata të cilët kanë sëmundje afatgjate janë ata të cilët e kompenzojnë përmes pagesës, dhe ata të cilët janë me sëmundje afatshkurte janë ata të cilët e kompenzojnë agjerimin pas Ramazanit, po ashtu përsëri me agjërim. Dhe ajo çka ne duhet të kuptojmë nga kjo është pikërisht që Zoti na jep mesazhin se ai është me ne gjithmonë mirëkuptues, është tolerant dhe na mundëson gjithmonë një lloj kompromisi. Për shkak se kompromisi jo vetëm në raport Zot-njeri, por kompromisi në raport edhe njeri-njeri është shumë i rëndësishëm për zhvilluar një jetë normale dhe në harmoni dhe në bashkëjetesë me njëri tjetrin. Elusim të madhin Zot që Allahu inshallah gjithëve muslimanëve dhe besimtarëve agjerimin t'u lehtësoj. Allahu inshallah të gjithë sëmurët tanë të na shëroj. Allahu inshallah të gjithë dërtlive brenga t'u largoj. Allahu inshallah të gjithë të vdekurit tanë të na mëshiroj. Allahu inshallah të gjithë neve në botën tjetër në xhenetet e tij të na takoj. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Mbeteni në mëshirën dhe në begatinë e të madhit Zot. Allahu qoftë me ne dhe me të gjithë njerëzit anë e mban botës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.